بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد Sonde inshallah do të fillojmë me shpjegu dhe me komentu surën Takwir. Allah subhanahu wa taala thot Bismillahirrahmanirrahim, pas Bismillah thot idha shamsu kuwirat. Kur dielli të bëhet takwir. Pra dhe kjo sura e ka marrë emrin për këtij ajeti të parë. Çka do thot takwir? Kjo do ndodh ditën e Kiametit. Po kur dielli të palohet, dielli të paloset dhe të bashkohet, edhe disa pjesë tina palojnë disa pjesë tjera ati. Dhe në këtë mënyrë, thotë kjo të takwir quhet edhe për shembull personi atë çalmën që ka turbanin e mbështjell rreth kokës tina. Pra takwir është më mbështjell. Kur dielli paloset apo mbështjellet, pa përderisa është një planet shumë i madh, që ka diametër shumë gjatë, ditën e Kiametit Allah subhanahu wa taala e palos diellin, e mbështjell diellin edhe i humb shkëlqimin e tij. Çish është transmetuar në Sahih në Buhariut. Allah subhanahu wa taala pas sajna diellin e merr dhe e hedh në zjarr xhehenamit. E përmes sajna Allah don me mllëfos ata të cilët e kanë adhuruar diellin, dhe mi tregu që kë nuk ka qenë do thot meritor të adhurohet vend Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala tregon se çdo gjë që është adhuruar vend Allahut, ka me kon zjarr xhehenamit, apo ka me qenë lënë djegës e xhehenamit. Allah subhanahu wa taala thot në surën Anbiya: "Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Vërtet jo besimtarët, edhe ata që adhuroni vend Allahut do të jeni lënë djegës e xhehenamit. Pra hasab janë ata gurt që hedhin zjarr për me shtuar thot atë nxehtësinë e zjarrit. Ata që kanë adhuruar diçka me Allahut, edhe ato gjëra që kanë adhuruar me Allahut do të jenë ose së bashku me Allahun do të jenë bjendjekse e zjarrit e xhehenamit. Që shkon këtë ajet surën Anbiya, ajeti 98. Edhe thot antum laha waridun. Jo gjithsesi do të hyni në zjarr e xhehenamit, gjithsesi do të vini në zjarr e xhehenamit. Mirë po për kësaj bën përjashtim ata që kanë adhuruar vend Allah subhanahu wa taala pa drejt, po që kanë qenë për mishve apo për njerëzve dashur të Allah subhanahu wa taala, që është Isa alayhis salam me Maryam në anën e tij. Ose tash kohë të fundit, ose edhe mas ka filluar bidatet edhe shirku më përham në mesin e muslimanëve, kur njerëz të devotshëm, njerëz që kanë qenë do thot njerëz të mirë, burra të mirë, mas dhejtë syre kanë filluar me adhuru vend të Allah subhanahu wa taala. Këta bojnë përjashtim për kësaj. Për arsye se Allah subhanahu wa taala përsëri në surën Anbiya në ajetet 101 dhe 102 dhe thot: "Innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun." Ata që atyre që u ka prirë mirësia pi neve, pa qëllimi është që kanë caktuar me hinë xhenet, e ka prirë kjo mirësi pi Allah subhanahu wa taala, ata do të jenë larg xhehenamit, la yasma'una hasisaha. Ata nuk e dëgjojnë fare fërshëllimin e tina, pa zjarr e xhehenamit. Wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. Dhe ata do të jenë për herë në atë që ja u don shpirti i tyre. Pra në xhenet çdo gjë që ta don shpirti, kjo pas prezant përpara te. Dhe ata do të jenë për herë në xhenet në atë që ja don shpirti dhe janë të kënaqur. Pastaj Allah thot: "Wa idha an-nujumun kadarat." Dhe kur yjet të rrezohen edhe të bien. Pra kjo shpreha, kjo folja në kadarat do thot kur fillojnë me ra yjet edhe me lviz pi vendit ku janë tash. Me ra dhe murzu. Që thot Allah subhanahu wa taala në surën Al-Fitar, në ajetin 2: "Wa idha al-kawakibu intatharat." Edhe kur yjet dhe planetet fillojnë shpërndahen. Po shpërndahen, bien, nuk qëndrojnë më në vendin ku janë. "Wa idha al-jibalu suyirat." Dhe kur kodrat edhe malet fillojnë të lvizin. Pra këto kodra ka shporta që janë stabile, se do të shohim me sy ton, të larta, ditën e Kiametit do të lvizin edhe do të zhvendosen për vendit ku janë.
Madje Allah subhanahu wa taala, që kemi sqaruar edhe kemi shpjeguar në surën Naba, ajetin e Zotit thotë: "Wasuyiratil jibalu fa kanat saraba." Malet edhe kodrat do të lëvizin, edhe do të jenë sikur ai mirazhi, do thotë kanë më bëu hije pluhan. Sikur atë mirazhin që njeriu është në horizont. Pastaj vazhdon Allah thotë: "Wa idhal isharu uttilat." Dhe kur devet mbartse do të braktisën ti pronarëve ti. Kjo ishar është shumë si i devës ashara. Ashara është ajo devja e cila devja ka arrit muajin e 10 të barës saj. Sa që njerëz do thotë i kanë kushtuar kujdes veçantë këtyre devëve. Po i kanë mbulu ato, një kujdes për to, madje edhe kanë flejt me to. Aq shumë i kanë dashur, do thotë devet, cilat e kanë arrit muajin e 10. Mirë po në ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala po tregon që aty në s'ka më shumë ndërmend, as ka më mendu fare për devet e tyre. Mirë po kanë i praktikë dhe kanë më ikë për tyre. Për arsye se ata janë në një gjendje shumë të rëndë. Ka një gjendje shumë shqetësuese, saqë njeriu në gjendje do thotë mendon vetëm për veten e tij. Që që kemi sqaruar derisa e para kësaj në surën Abasa, Allah thotë: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi", atë njeriu do të ikë prej vllaut tina, wa ummihi wa abihi, prej nanës edhe babës tij, wa sahibatihi wa bani, prej shoqës, pra prej gruas edhe prej fëmijëve tij. Ka me ikë, ka mundu me qëndru sa më larg tyre, ose mos mu taku fare me ta. Likulli imri'in yawma idhin sha'nun yughni. Çdo person, çdo njeri atë është i angazhuar me veten e tij që i mjafton. Po s'ka më interesu, as ka miron men heq për të dëka, veç për veten e tij. Çdo kush ka më thonë nefsi, shpirti im, qysh më shpëtuan e veten time. Pastaj vazhdon Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa idhal wuhushu hushira." Dhe kur e gërsirat do të tubohen. Tu Allah subhanahu wa taala ka përmendur gërsirat, mirë po qëllimi është çdo kafsh. Po gjitha kafshët Allah subhanahu wa taala ka mi tubun ditën e Kiametit. Qysh na tregon në surën Al-An'am ajeti 38, thotë: "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Nuk ka asnjë zot, asnjë shpend që fluturon me dy vrahtë e tij. Dhe asnjë kafsh që është në tokë. Veç sa ato janë bashkësi, janë popull ngjajshëm me ju, pra janë dalë në bashkësi ndryshme. Ma farratna fil kitabi min shay. Sot Allah ne nuk kemi harru ose nuk kemi lënë mangu asgjë në librin. Pa qëllimi është Lauhul Mahfuz, në atë pllakën e ruajtur të librin që është e Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë është e shënuar. Do çdo kush edhe veprat e tina janë shënuar. Edhe në fund thot Allah thumma ila rabbihim yuhsharun. Pastaj do të bëhen para Zotit tyre. Pra gjitha kafshët, gjitha shpezët do të bëhen që janë tokë, kanë të bëhen para Allahut subhanahu wa taala. Edhe njerëz kanë i pa. Edhe kanë i pa që në mes kafshëve ka u vendos drejtësia. Pa qysh nga ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Muslimi, që kafsha e cila ka qenë pa brir, ka më marrë drejtën hakun, ose ka më hapër, ndaj kafshës e cila do ka pas bri dhe ka therr në këtë dunja. Po përmes saj Allah subhanahu wa taala dëshiron me shfaq drejtësinë tina absolute mes krijesave. Pasa që drejtësia ka mundos edhe mes kafshëve, mos flasëm mes njerëzve. Askush nuk ka mbet pa e marrë drejtën e tina. Madje edhe kafshët dhe shpes në vetë kanë. Pastaj Allah subhanahu wa taala, çush e dina ka i bëj gjithë. Edhe vazhdon Allah subhanahu wa taala thot: "Wa idhal biharu sujjat", dhe kur detrat të ndizen, flak. Pa det Allah subhanahu wa taala këtu po i përmend edhe pse do thot uji është një tërsi, pra është një det e mirë, po Allah subhanahu wa taala po i përmend shumë me qëllim që me tregu se vërtet don sasia e ujit është shumë e madhe në tokë. Edhe po i përmend me shumë për detrat do të ndizen. Edhe në gjitha dina që do thot uji në tokë e përfshin 3/4 e planetit tokës. Por afërsisht, ndoshta më shumë, ndoshta më pak. E gjitha ky ujë që është në planetin tokë, në ditën e Kiametit ka mundes flak. Pasi zjarr. Ka
paramendoni tash gjithë ky ujë që është u bë zjarr në ditën e gjykimit, po kjo tregon se toka në atë do të thahet fare, s'ka mbet asgjë e njom tokë, por arsye se ky zjarr ka më përfshi gjithë tokën. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon thotë wa idhan nufus zuwijat, dhe kur shpirtrat bashkohen. Po nufus janë shpirtrat, o shumë si nefs, e nefs është shpirti i njeriu. Qëllimi këtu është shpirtat e njerëzve. Gjitha do të bashkohen, mirë po Allah subhanahu wa taala këto ka përdorur shprehje zuwijat, që në shqip përkthehet që çdo kush, çdo shpirt ka u bashku me shpirtin e llojit tina. Po çdo kush ka u bashku me llojin e tina. Për arsye se zoj në arabisht u përdor këto e ka për qëllim llojin. Për shembull Allah subhanahu wa taala në surën Waqi'a, ajeti 7 thotë wa kuntum azwajan thalatha, në ditën e gjykimit do të jeni 3 lloje ose 3 grupe. Pa e dina pasaj Allah e sharon, ata që janë djathtës, ata që janë të majtës, edhe ata që janë zjarri. Vërtet, ata që janë ebrar, që janë mas afër me Allahut, pastaj ata djathtës edhe të majtës. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala kur i përmend llojet e ndryshme të dëshkimit që ka përgatitur për ju besimtarët. Në surën Sad, ajeti 58 thotë wa akharu min shaklihi azwaj, dhe do të ketë dëshkime tjera ndryshme ose do thotë të atij lloji mirë po në forma ndryshme. Do të jetë azwaj, të atij lloji shumë llojta mirë po në forma ndryshme. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala uhshuru alladhina zalamu azwajahum, sura Safat. Nga ajetin se do thotë të bëni ata që kanë qenë pa drejt, po jo besimtar, edhe ata që kanë qenë zbashku ose të njëjtit lloj ose të njëjtit grup me ta. Pra, në ditën e gjykimit, ditën e kiametit, çdo kush do të bëhet me njerëz të llojit tina. Ai që ka qenë i mirë do të bëhet me njerëz që kanë qenë të mirë. Ai që ka qenë besimtar do të bëhet me besimtarët. Ai që ka qenë i keq do të bashkohet me të këqijt. Edhe ai që ka qenë jo besimtar do të bëhet me jo besimtar. Edhe kjo umet për umeti jon ka mu të bu edhe ka mu bashku njëri me tjetrin, por pjesëtarët e këtij umeti kanë mu të bu së bashku në një vend. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala në surën Gjathia thot wa tara kulla ummatin jathia. Atë ditë çdo umet do ta shohësh të gjunjëzuar. Çdo umet do të jetë i gjunjëzuar në ditën e gjykimit. Para Allah subhanahu wa taala. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Çdo umet do të thirret, çdo popull, pra, do të thirret te libri i saj, te libri i tij. El-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, sa Allah sot ju do të shpërbleheni për atë që keni vepruar, për atë që keni bërë. Pra qëllimi wa idhan nufusu zuwijat, dhe kur shpirtrat bashkohen, do thotë kur shpirtrat bashkohen njëri me tjetrin, secili shpirt bashkohet me shpirtin e llojit vet. Pa çdo moment do të bashkohet me umetin e llojit vet. Pastaj Allah vazhdon thotë wa idhan maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dhe kur ato që kanë qenë maw'ude kanë mu pyet. Pra çka është maw'ude? Maw'ude është fëmia i gjenisë femrore, cilën e kanë vrarë ose e kanë varros për zgjalli arabët e xhahiljetit, periudhës ose të ignorancës para islame. Po maw'ude do thotë ajo vajza e vogël e cila është varros për zgjallin dhe. Do thotë atë ditë, thotë Allah subhanahu wa taala, kur to vajza që janë varros për zgjallin do të pyeten për çfarë mëkate ato janë vrarë. Kështu kanë vepruar, do thotë, njerëz të xhahiljetit, njerëz të periudhës para islamit, për shkak se kanë pas mendim negativ në Allahun subhanahu wa taala. Edhe nuk kanë mujtë me përballu turpin para tjerëve. Për arsye se kur i ka lind vajzë në kohën e xhahiljetit, tjerët e kanë nshmu. Edhe në mundu me turpru. Prandaj çu tregon Allah subhanahu wa taala, nëse dikush e ka marrë lajmin që i ka lind vajzë, atë fytyrat i kanë zi. Edhe do thot Allah tregon se i gjithë e ka qenë i mbushur me mjerim, me gajle, me brenga të mëdha, çysh mi apo. Çu thot Allah subhanahu wa taala te vara min al-qawm. Kur i ka ardhur lajmi që i ka lind vajzë, po i ka marrë mirë, do të ka lind vajzë, ata e ka filluar më shef pe njerëzve. Nuk ka dash tjetër me ditë që ti ju ka lind vajzë, i ka lind vajzë. Min su'i ma bushira bihi. Po kështu ka vepruar për arsye se i ka dok lajmi keq ai që e ka marrë, pa që i ka lind vajzë.
Edhe thot ai ka mendu me vetë, nuk ka di çka me bëj. Ajum sikuhu ala hunin, ata mbaj këtë vajzë me gjithë në çmimin edhe poshtrimin që ka me pas për tjerëve, em yadussuhu fi turab, apo ta varros për gjallin edhe. Kështu tregon Allah subhanahu wa taala gjendjen e mushrikëve të Mekës. Po në surën Nahl ayat 54 tregon se nëse ndonjëri prej tyre e ka marrë lajme që i ka lind vajzë, atëherë ai do të ka filluar brengoset, ka filluar shqetësohet, edhe është mbushur i tëri mjerim, edhe ka filluar me mendu se çka me vepru me këtë vajzë. Po me mbajt me gjithë trupin, edhe për çmimin që ka me has për tjerëve, apo do thot me varros për gjallin e dhej, edhe do thot më rahatu prej saj. Edhe njerëz kanë vepruar edhe këto edhe ato. Disa i kanë mbajt për gjalli, edhe kanë ditë që ka më përballë me të kryer me kushtrim të tjerë. E disa tjerë kanë varros për gjallin e dhej. Madje transmetohet që disa prej tyre, ose njëri prej tyre kur ka varros vajzën e tij në dhej për gjalli, do thot duke hap gropën, duke hap varrin, ai dheu ose plori ju ka kap mjekër. Thot edhe vajza e tij ka filluar mja shkun mjekër. Mja hek plonin që ju ka kap mjekër. Thot këtë me gjithë këtë thot prap e ka kap vajzën edhe ka varros për gjallin dhe pa kur fare rahmeti, pa kur fare mëshire në zemrën e tij. Kjo tregon se çfarë gjendje tult kanë qenë njerëz e xahilietit. Se na e dim që dhe kafsht do thot kanë mëshire dhe mëshuri për gjashlit e tyre, kurse ata s'kan pas fare dhe mëshuri dhe mëshirë për fëmijët e tyre, i kanë varros për gjallë. Por e ka marrë vajzën me vete, ka filluar mja shil gropën në varrin, ju ka kap plori edhe ajo, do thot për dashurisë që kanë pas ndaj gropës, ka filluar mja shkun plori për mjekrët, që megjithatë ka insistuar dhe ka vazhduar me varros për gjallin e dhej. Prandaj Allah subhanahu wa taala tregon se ditën e Kiametit to vajza që janë varros për gjallin e dhej kanë më pyet bi ai dhembin qutilet, me për çfarë mëkati këto janë vrarë. Çka ka qenë mëkati tyre që këto janë vrarë. Dikush mundet me pyet pse Allah subhanahu wa taala ka më drejtuar pyetjen e vajzave të vogla, përderisa atyre ju ka bërë pa drejtësi. Ato kanë qenë të dëmtuarat, ato kanë qenë të varrosura. Madje ka raste që i kanë varros ende pa hyrë moshën madhore. Me ka raste që i kanë varros mëse që kanë hyrë moshën madhore. Pa jo, ende pa hyrë moshën madhore dina që njeriu nuk është përgjegjës për veprat e tij, pra te Allah subhanahu wa taala nuk ka mëkat. Megjithatë Allah subhanahu wa taala po tregon që Allah ato ka më pyet. Pra dietarët nga kësaj përgjigje kanë thonë që ato kanë më pyet prezencën e atyre që i kanë varros për gjallë, në mënyrë që mi poshtruat ata. Pra me shortu, pra Allah subhanahu wa taala në këtë mënyrë dëshiron mi shortu ata ashpër. Pra prezencën e tyre Allah subhanahu wa taala ka më pyet çfarë mëkate keni pas ju që këtë ka varros ty për gjallin e dhej. Njëjtë është për shembull sot në ndonjë gjykat, gjykatësi më drejtua atina që ka vënë pa drejtësi, edhe më thon për çfarë mëkate ose çfarë gjënoje ki ose çfarë faji ki ti që filani ty ta voni këtë padrejtësi pra në prezencën e time. Kjo tregon shortim më të madh për atë personin që e ka vënë këtë padrejtësi. Pra Allah subhanahu wa taala tregon që këto vajzat e vogla kanë më pyet prezencën e tyre në mënyrë që mi shortu edhe mi poshtru ata zullumçart ose ata që i kanë vrarë dhe i kanë varros për gjallë. Edhe vazhdon Allah thotë wa idha suhfu nushirat, dhe kur fletat do të shpërndahen. Suhuf është shumë si sahife, do në sahife është ajo fleta ose regjistri cilën ju në registru dhe ju shku gjitha veprat tona, madje edhe gjitha fjalët tona. Andaj na duhet të jemi të vetëdijshëm dhe të dimë se çdo fjalë që e thojmë, çdo vepër që e bëjmë, po ajo regjistrohet dhe shkruhet në këto letra, në këto regjistra, cilat janë në duart të melekëve, o melek cilët janë besnik të Allah subhanahu wa taala, cilat e shohin në vend misione me cilën i ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala për në shënimin e këtyre veprave. Nuk lojnë asgjë pa shënuar. Prandaj Allah i përshkruan ata si besnik, pra që janë ndershëm, kiramën katibin, janë ndershëm dhe shkruajnë çdo gjë. Çdo gjë që ti e bën, çdo gjë që vepron ato e shkruajnë, nuk lojnë pa shkruar. Çdo fjalë që e thutin, ato e shkruajnë. Madje dietat e kanë përmendur që edhe ofshamat e njeriu pa gjatë smundjes ose në momentet e vdekjes, në agoninë e vdekjes, ato i shënojnë. Nuk lojnë asgjë
Pashën çdo gjë që del prej gojës tonë ato do thotë regjistrojnë këto vërtetë. Në mënyrë që ti do thonë ditën e Kiametit mu përball me veprat e tua, mu ballafaqosh me veprat e tua kur desh para Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allah në surën Isra thot: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi." Çdo njeriu ja kemi lidh llogarinë e veprave tina në qafën e tina. Po çdo gjë që e thu e ki do thot veprën tonë të lidhur në qafën tonë, nuk ka mundësi me ik ajo. Nuk ka mundësi ti me bë diçka, me thon diçka dhe ai mos më regjistron. Prandaj Allah subhanahu wa taala vazhdon thot: "Wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura." Pastaj këto vepra thot kena më shfaq njeriu ditën e Kiametit si libër. E kena më paraqit përpara, pra e lexon njeriu. Edhe pranon që e miraton që çdo vepër që e ka bërë. Edhe Allah ka më thon: "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba." Lezo librin tonë çka ke bërë. Sot mjafton që ti me kon llogaritor kundër vetes tonë ose për veten tonë. Vetë do thotë ti e den kime miratu dhe pohua të vepra që i ke bërë. Çdo gjë që e ke bërë do thotë të shfaqet formë librit që ti do thonë i hapur edhe ti kime lexuar veprat këtu. Pra ato fjalë që po i flasëm tash gjitha regjistrohen. Fjalë që i folën kundër njëri tjetrit ose për njëri tjetrin gjitha regjistrohen te Allahu subhanahu wa taala. Po çu thot Allah në surën Kaf ayat 18: "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Çdo fjalë që thot njeriu, po afër tina e ka një melek pikëqyrës edhe që është i gatshëm. Po na është të prit çfarë fjalë po thotë. Momente që nxjerr për gjuhës tonë ajo shana. Pikëqyrës është afër teje edhe i gatshëm të shkruaj çdo gjë që e thuat. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Tirmidhiu na mësua ka thënë men husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islami i mirë njeriu është me braktis, me lëna që nuk i intereson. Nuk të intereson i punë, mos fal rrethon. Le. Për arsye se çdo fjalë regjistrohet, pastaj ose ka më kon për ty ose kundër teje. Gjithashtu Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi thot: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Ai që beson Allahun dhe ditën e fundit, pra ditën e gjykimit, le thot fjalë të mira ose le të hesht. Le thot fjalë mira ose le të hesht, për arsye se çdo fjalë regjistrohet, kom regjistru ose do të jetë pro teje ose kundër teje. Andaj çush kanë thonë dietarët e mëhershëm, madje këtë transmetohet edhe pejgamberit radhiyallahu anhu, që ati që i shtohen fjalët, i shtohen edhe gabimet, i shtohen edhe lajthitjet, shkarjet, patjetër se ka më bë gabime ai që fol shumë. Ati që i shtohen gabimet, i shtohen mëkatet, i shtohen gjunat. Ne duhet të jemi kujdesshëm mbi rrugën tona. Për arsye se këto regjistra këto fleta që Allah subhanahu taala tregon që kanë shpërnda në ditën e gjykimit, patjetër do thotë kena me gjetë aty edhe fjalët tona që kemi thënë. Edhe për ato fjalë na jemi përgjegjës. Ose kena më shpërbly nëse kanë qenë fjalë të mira, ose kena më ndëshku nëse kanë qenë këqija. Pastaj vazhdon Allahu thotë: "Wa idha as-sama'u kushitat." Dhe kur qielli zhvishet. Po ky qielli që na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala është si kulm i ruajtur, i siguruar. Në ajete të tjera. Edhe ka treguar që është shumë i fortë. Pa Allah subhanahu wa taala thotë: "Was-samaa'a banaynaha bi aydin." Në surën Dhariyat ajete 47. Thotë ne qiellin e kemi ndërtuar me fuqi. Kurse në surën Naba, çështë dina në ajetin 12 thotë: "Wa banayna fawqakum sab'an shidada." Dhe për mbi ju e kemi ndërtuar 7 qiell të fortë janë. 7 qiell të cilët janë të fortë. Në ditën e Kiametit Allah subhanahu wa taala këta qiell kanë i bë të kshit, ka i bë kasht. Kasht është në gjuhën arabe o përdor kjo shprehje për arsye se kasht është me kur të rjepet delja apo devja dhe largohet lëkura prej mishit. Në këtë formë Allah subhanahu wa taala edhe e zhvesh apo e largon qiellin. Pse sa hapësinë ku është qiell. E largon Allah subhanahu wa taala, pastaj do thotë e palos në të djastën e tina. Çfarë thotë Allah subhanahu wa taala në surën Zumar ajeti 67: "Was-samawati matwiyatun bi yaminihi." Ditën e Kiametit qiell do të jenë palosur në të djastën e Allah subhanahu wa taala.
Ose në surën Anbiya, ajetin e 4 thotë: "Yawma natwi as-samaa katayyi as-sijil lil-kutub." Ditën kur ne qiejt kemi palu ashtu si kur ai shkruesi, shkrimtari që i palos fletat në cilat shkruan. Pa e merr shkruan një fletë, më herët që ka qenë, do thotë ka shkruar me pen, me ngjyrë. E ka shkruar, ka palos në mënyrë që mos mu dëmtua, apo mos mu ajo ngjyra mos mu, do thotë mos mu largu. I ka palu fletat njëra pas tjetrës. Po Allah subhanahu wa taala në këtë formë ne kemi palu qiejt në ditën e gjykimit. Ose këtë ajetë që është me neve, pra në surën që po shpjegojnë, thotë Allah subhanahu wa taala kena me largu krejt. Do dhe ashtu që është largohet një kura prej kafshës e cila u therë dhe do thonë që rjepet. Pa Allah subhanahu wa taala po tregon që kjo hapësira në cilën e kanë zonë qielli, do thonë qielli ka largu bisojnë dhe ka me zbrastir. Por në hapësira zbrast. Mirë po Allah në një ajet tjetër po na tregon që kjo hapësirë pastaj ka mbush me çka? Po në surën Haqqa ajetin 70 thotë: "Wa yahmilu 'arsha rabbika yawma idhin fawqahum thamaniya." Edhe atë ka me mbajt mbi supët e tyre arshën pronën e Zotit ton 8 melek. Po në vend qielli pastaj ka marrë arshi i Allahut subhanahu wa taala mbi supët e 8 melekëve. Pra në vend qielli do të vendoset arshi. Për arsye se çu thon qielli, Allah subhanahu wa taala do ta palos, edhe do ta vendos në të djathtën e tina, edhe çu ka marrë transmetime tjera, pastaj ka modrit fort qielli. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala tregon se toka atë do të jetë në çështën hadithin e saktë që transmeton Buhariu, që toka edhe muslimi gjithashtu toka ka më qenë në grushtin e Allahut subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Edhe Allah subhanahu wa taala kur e kap tokën edhe vendos në grushtin e tina, como thon anel meliku ayna mulukul ard. Unë jam mbreti. Ku jam mbretërit e botës? Pra unë jam sunduesi, ku janë sunduesit e botës? Pra atë askush nuk ka mundësi me të dy bërgjish për arsye se gjithë e dinë që mbretëria ose sundimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vazhdon thotë: "Wa idhal jahimu su'irat." Dhe kur xhehenemi të flakroj. Pra jahim, pse u shkruaj gjëra xhehenemi se jahim? Pra arsye se jahim do thotë një gjë e cila ka thellësinë shumë të madhe. Po kjo është cilësia e xhehenemit. Thellësia e tij është shumë e madhe, gjithashtu do thotë është e errët. Po dihet se një gjë e cila është e thellë është edhe errët, sa aty nuk depërton dritë. Edhe këto janë do të cilësitë e xhehenemit. Pra kjo është jahim. Jahim e ka këtë kuptim. Çka ka më bëu me xhehenemin, thotë Allah subhanahu wa taala, ka mundezë, ka me flakru. Cilat janë lënë djegse që vetëm i sharu më herët, do thotë që lënë djegse do t'jenë njerëzit, mirë pa Allah subhanahu wa taala tregon në surën Tahrim ajeti 6, thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara." O ju njerëz, o ju që keni besu, ruani veten edhe familjet e juaja prej zjarrit të xhehenemit. E cila lënë djegse ka njerëz, pra ata që hyjnë aty do të jenë lënë djegse për zjarrin e xhehenemit. Edhe gurët. Pa ditën e sotit për me ndezë zjarr do të me sjell dru apo gur ndryshëm. Ditën e gjykimit në vend kësajna do të jenë njerëz. Pra lënë djegse zjarri i xhehenemit do të jenë vetë njerëz. Edhe dina që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që njerëz do të fryhen, pra ata që hyjnë në zjarrin e xhehenemit do të bëhen shumë të mëdha, do të fryhen, do të rriten. Sa që një dhëmbollën e njeriu ka më qenë sa kodra e Uhudit. Këta do të jenë lënë djegse zjarri i xhehenemit së bashku me gurë. Po edhe gurë që janë vendosur zjarrin e xhehenemit janë shumë të mëdha. Po që djegën shumë shpejt dhe lirojnë nxehtësi shumë të madhe. Pa Allah subhanahu wa taala po thotë që atë xhehenemi do të flakrojë, po do të ndizet përmes këtyre gjërave, po përmes njerëzve edhe gurëve. Pastaj vazhdon thotë: "Pa idhal jannatu uzlifat." Dhe kur xheneti do të afrohet. Po xheneti është banesa e atyre që janë të tekun, pa që kanë pas dro Allah subhanahu wa taala dhe i ruajt prej mëkateve. Edhe në këtë xhenet Allah subhanahu wa taala ka treguar që ka përgatit ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Këtë xhenet do të ketë atë që syri nuk e ka pa kurrë, atë që veshi s'ka dëgju kurrë, dhe atë që asnjë zemër e njeriu nuk mundet me imagjinu, me paraftyru.
Pra sa do që shkon larg imagjinata e njeriu, xheneti është më i mirë dhe më i përsosur. Këtë xhenet e ka përgatitur Allah subhanahu wa taala për ata që e besojnë Allahun dhe e ruan pa kanë frikë Allah subhanahu wa taala. Allah vëllai këtë xhenet uzlifet, komu afru. Po komu Allah subhanahu wa taala komu zbukuru, komu afru afër besimtarët mirë dhe komu bot buk. Komu zbukuru xhenetin për besimtarët. Po këtu shfaqet dallimi mes besimtarëve dhe jo besimtarëve. Banesa e tyre, pra jo besimtarëve do të ndizet, do të flakrojë. Kurse banesa e besimtarëve do të zbukurohet, do të afrohet. Kom shumë afër do ta kenë me hyrje. Kjo do të ndodhë në ditën e Kiametit. Kur i lexojnë ato ajete deri këtu, pa Allah subhanahu wa taala po thotë idha shamsu kuwirat, kur dielli do thotë të mbështillet, ato të humbë shkëlqimin, po idha nujumun kadarat, kur yjet do të rrëzohen dhe do të bien, wa idha al-jibalu suyirat, kur kodrat dhe malet do të lvizin, wa idha al-isharu utilat, kur devet barse do të braktisen, wa idha al-wuhushu hushrat, kur kafshët do të tubohen, wa idha al-biharu sujirat, kur detrat do të ndizen, wa idha an-nufusu zuwijat, kur shpirtrat do të bashkohen, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dhe kur vajzat do të vogla do të pyeten me çfarë faje, me çfarë mëkate ato janë varros për zgjallje, wa idha as-suhufu nushirat, kur fletet, pa regjistra do të shpërndahen, wa idha as-sama'u kushitat, kur qielli do të zhvishet, wa idha al-jahimu su'irat, dhe kur xhehenami do të lakrojë, wa idha al-jannatu uslifat, dhe kur xheneti do të afrohet. To janë 12 fjali deri tash. Deri këtu 12 fjali të para Allah subhanahu wa taala ende nuk e ka pru përgjigjen. Çka ka ndodh kur ka ndodh gjithë, ose cila është përgjigjja kur ka ndodh gjitha këto gjëra kaq madhore. Pa Allah subhanahu wa taala i mbron fond kushti këto. Edhe ende nuk e ka sjell përgjigjen. Çfarë do ndodh pas gjithë këtyre gjërave? Pastaj Allah subhanahu wa taala sjell dhe thotë alimet nafsum ma ahdharat. Adet çdo shpirt do ta di, do ta shoh atë që ka punu, atë që ka vënë, atë që ka vepru, atë që ka sjell prezant për veprave të tij. Çdo shpirt do ta di atë që ka punu për hajrit apo për sherrit, për të mirës apo për të keqes. Çu thot Allah subhanahu wa taala surën Ali Imran ayet 30, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in. Adet çdo shpirt ka me ditë, pra ka me pa atë që ka bërë për hajrit, për të mirave, edhe do thotë ka me pas prezent para vetës. Gjithashtu edhe për të këqijave, thotë Allah subhanahu. Mirë po për të keqen thotë tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. I po për vetra e këqija thotë ka me pas herë që mes tij edhe asaj veprës të keqe me ka një largësi shumë e madhe. Në distancë shumë e lartë. Ose pas punë hiç me veprën e tina të keqe. E pastaj thotë Allahu wa yuhadhirukum Allahu nafsa, Allahu i paralajmëron për veten e tina. Po keni kujdes, keni frikë veten e Allahut subhanahu wa taala. Pra atë çdo njeri, çdo shpirt ka me pa dhe ka me ditë, po ka me pas përpara, edhe ka me pa atë që ka prezantuar, atë që ka vepruar. Pavarësisht është hajër apo është keq. Këtë dunja na e dinë ndoshta, të mira që kemi bërë apo të këqija që kemi bërë, mirë po shumë shpejt i harrojnë ato. Po shumë prej veprave të mira, për adhurime që e kemi bërë për Allah subhanahu wa taala kemi harruar, mirë po gjithashtu edhe shumë prej mëkateve. Madje mëkatet i harrojnë shumë më shpejt. Na shumë më lehtë do thotë na dalin për mendje mëkatet të cilat i kemi bërë, do me cilat do thotë kena treguar mosbindje ndaj Allah subhanahu wa taala. Mirë po këto që kemi vepruar, kemi harruar, nuk ka shku kot. Çdo gjë do thotë do ta gjesh para vete dhe do të paraqitet do të ditën e gjykimit. Për arsye se Allah është batin, Allah është i përhershëm. Ka nuk ka mundësi diçka do thotë me ik Allah subhanahu wa taala apo me harru. Po çdo gjë njeriu do ta gjej prezant para vetes në ditën e gjykimit. Edhe ti që rreshtaru më lart do thotë kemi pohu dhe kemi marratu çdo vepër që keq apo të mirë që kemi bërë. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thotë alimet nafsun ma ahdarat. Çdo shpirt atë do ta di, pra do ta shoh atë që ka bërë, që ka vepruar. Prandaj njeriu
kur I lexon këto ajete kaq vallështore, është obligim për to që do thotë me meditu rreth tyre edhe me marr këshill për këtyre ajeteve. Po me përfitu për aty në këshillave që Allah subhanahu wa taala I ka përmend këto. Prandaj do të me besu këto gjëra që Allah subhanahu wa taala I ka përmend, është obligim I besu sikur mi pa me sytë e tina. Për arsye se atë për cilën na ka njoftuar Allah subhanahu wa taala, edhe kemi kuptuar domethënien e saj. Atëra ajo për neve do të me kanë një gjë më bindse sesa atë që e shohim me sytë apo dëgjojmë me vesh tonë. Por derisa Allah subhanahu wa taala na ka lajmëruar dhe ka njoftuar atëherë, njoftimi Allah subhanahu wa taala nuk mundet të përmjeshtrohet, është diçka e vërtetë. Por diçka që për muslimanin do të me kanë një gjë më bindse sesa një gjë që e sheh apo dëgjon me vesh e tonë. Për arsye se ka mundësi të e sheh një gjë, edhe fillon me paraftyru nga një tane, apo me imagjinu çfarë gjë është ajo, mirë po ma vonë, do thotë ty të bëhet qartë që ka qenë tjetër shka se që ke mendu ti. Apo dëgjon për diçka, edhe mendon që ashtu është, mirë po ma vonë, do thotë e kupton që nuk është ashtu që ke paraftyruar apo imagjinu në mendjen tënde. Prandaj hamendja gjithsesi do thotë kundërshton ato shqisat tona, pra dëgjimin apo shikimin. Patjetër do thotë që njeriu ka më kanë në hamendje në atë që apo dëgjon në vesh të tij. Kurse lajmet që na kanë ardhur Allah subhanahu wa taala, me cilat na ka njoftuar Allah subhanahu wa taala, edhe për cilat do thotë I kuptojnë domethënien e tyre, atëherë kjo gjithsesi është një lajm I vërtet që do thotë nuk ka mundësi të përmirëstrohet, edhe për njeriu do thotë kjo për muslimanin do të krijojë një bindje në zemrën e tij që ato janë gjëra të vërteta, janë gjëra reale që gjithsesi do ndodhin ashtu siç na ka njoftuar Allahu subhanahu wa taala. Ose sikur mi pa me sytë tonë, sikur jemi duke I përjetuar tani, duke I pa me sytë tonë. Për arsye se këto lajme na kanë ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj pas imanit, pas besimit, është obligim mbi neve që me punu me atë që kërkojnë të gjëra me cilat na ka njoftuar Allahu subhanahu wa taala në këto ajete. Pra me marr mësim, me marr këshill, edhe me disiplinu veten tonë, me eduku veten tonë që do thotë me pas frikë atë kur ndodhen gjitha këto gjëra kaq mallore dhe gjitha këto trishtime dhe gjitha këto do thotë gjëra që e friksojnë vërtet njeriu, ose që ka dhënë Allah subhanahu wa taala në jetë të tjera, që fëmijën e bojnë plak ose të thimbur. Pra, kështu nëse veprojnë atëherë patjetër që njeriu pastaj komi kriju obligimet, komi lënë haramet, ndalesat, edhe në këtë mënyrë pa do të jemi prej atyre ose pjesëtarëve të Kur'anit, të cilët e lexojnë Kur'anin edhe ndjekin Kur'anin ashtu që është e meriton, pra ashtu që është na ka mësuar Allah subhanahu wa taala. Edhe këtu përfundojnë 14 ajetet e para ose shpjegimi I tyre në surën Takwir, e na inshallah deri në ashëm do të vazhdojmë me ajetet që kanë mbet. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.